Lëmjet që shihni pas krave të mi, të nderuar qytetarë, nuk janë një fenomen natyror, por janë dëshmi e pastër e një masakre mjedisore që po i ndodh një prej pasurive të më të mëdha natyrore të shqiptarëve, lumit Shkumbin. Sot ndodhem lumin Shkumbin për denoncuar, sikurse e kanë bërë shumë gazetarë, aktivistë, ambientalistë prej vitesh, masakrën që po i ndodh këtij lumi. Siç mund ta shihni, ajo që duhet të ishte ekosistemi natyror sot është kthyer në një kantier të pakontrolluar, me makineri që hyjnë e dalin nga shtrati i lumit Shkumbin, gërryejnë brigje, devijojnë rrjedhjet e tij normale, sikurse të mos mjaftonte e gjitha kjo, në të dyja brigjet e lumit Shkumbin ka pirgje me male me plera. Ndotja është pa diskutim mbi normat e lejuara, sikurse e përmenda dhe më sipër, këto gërryrje nuk sjellin vetëm probleme mjedisore, ato rrezikojnë brigje, rrezikojnë toka bujqësore, infrastrukturën, banesat, e madje edhe vetë sigurinë e qytetarëve të cilët aksesojnë këtë aks. 4 muaj pasi prokuroria e Elbasanit nisi një hetim për këtë rast, unë ju drejtova ditën e djeshme me një kërkesë për informacion duke ngritur një sër pyetjesh që lidhen me numrin e procedimit penal, veprimet hetimore që janë kryer deri më këtë fazë, si dhe gjendjen aktuale të procedimit penal. Punimet në korridorin 8 nuk mund të përdoren si justifikim për të shkatruar mjedisjen. Ndaj i bëj thirrje Ministrisë së Infrastrukturës, Ministrisë së Mjedisit, Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Inspektoratit Përkatës, Prokurorisë të bëjnë transparente çdo leje, çdo kontroll, çdo përgjegjës që lidhet me këtë masakër mjedisore. Unë i garantoj qytetarët se nuk do të ndalem së denoncuari këtë krim mjedisor derisa përgjegjësit të dalin përpara ligjit.